ne tani do luajmë shtrak-shtruk. Okej, dakord. Loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak-shtruk. Shtrak-shtruk. Sot do të luajmë me Albertin nga Tirana dhe Lorencën nga Lushnja. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Lorenca, njohim njëherë vajzën, gruan. Florenca. Florenca. Me pa. Nga Florence, nga Firenze vjen si emër, ëh? Shumë emër i bukur, ta gëzosh. Faleminderit. Po na trego pak për veten. Unë jam ekonomiste, isha bërë gati për punë, po prisja telefonatën tuaj. Ju djeg çdo mëngjes urime për emisionin, se mëngjesin e kaloj me ju. Faleminderit. Ne duke ju dëgjuar. Faleminderit shumë. Flas me juve. Gjithashtu edhe për ne. Çfarë hëngre sot për mëngjes, Florenca? Bëre vezë. Unë zakonisht ha vezë, 3 kokra vezë. 3 kokra vezë. Avokado dhe domate. Po ti je sportiste. Që je sportiste. Të shëndetshme. Sport. Shumë mirë, bravo. Okej, avokado dhe veza, shumë kombinimi mirë me yndyrën e duhur edhe proteinën. Fillon ditën gjithë energji, po. Ndërkohë takojmë edhe zotin Albert. Mirëmëngjes Albert. Mirëmëngjes. Ç'na tregon ti? Mirë, unë çfarë them, vape madhe në Tiranë. Po, ka kohën, siç thon njerëzit tani, dy korrik është edhe unë ekonomist me profesion, si zonja më përpara. Super. Kështu që vap, domethënë. Vap edhe numra për dy. E di çfarë më kujtua Albert, më kujtua dy korriku i 90-s, edhe atëherë kishte kampionat botror. Si e mban mend ti atë ditën e ambasadave? Të kujtohet? E mbaj mend, nuk kam qenë në shkollë të mesme dhe mendoja të iki, mos të iki, po përfundimisht nuk ika, po ndejta. Mbarova shkollën e mesme. Dhe ja ku jemi sot akoma këtu. Po, këtu. Jo, kam lëvizur, kam jetuar dhe jashtë, po përfundimisht jam kthyer dhe jetoj në Shqipëri. Kështu që nuk e pishmane. Jo, absolutisht. Super, shumë mirë. Okej, atëherë fillojmë lojën, se doja ta bëja këtë edhe në fillim, po nuk u morëm. Dy korriku është dita kur shqiptarët hynë në ambasadat në 90-ën. Gjatë kohës që luhej kampionati botror në Itali, në atë kohë dhe unë kujtoj te rruga Kavajës, se aty ishte bloku i ambasadave, këto gjërat u bë një gjë shumë e madhe ku njerëzit hynë me mira në ambasadat e ndryshme italiane, gjermane, edhe turken, madje gjithandej. Kështu që ishte një është historike ajo gjë. Fillojmë lojën, të gjithë të tjerët janë të mirëpritur që të luajnë në 069 442 883 me mesazhe në WhatsApp, ndërkohë që kemi Florencën dhe Albertin që përballen, dy ekonomistët pra për të gjetur fjalën që mungon në fjalinë e Heidit, që është kjo për sot. Taku e admironte Anën, edhe pse ishte pak shtrak-shtruk. Florenca. Taku e admironte Anën edhe pse ishte pak shtrak-shtruk? Po. Se si ishte ajo? Ishte pak. Pak ashtu. Pak e çmendur. Shiko, për të... Nuk ka një e atje. Nuk ka një e, është direkt atë gjën, më kupton? Ja, direkt. Taku e admironte Anën edhe pse ishte pak shtrak-shtruk. Pra nuk kemi e në mes që t'ju ndihmojmë. Shtrak-shtruk zëvendësohet me një fjalë, me një herë, të pastër, të thjesht, edhe kaq. Pra, ke ndonjë ide tjetër, Florenca? Jo, s'po më vjen për momentin. Nuk të vjen. Mirë, nuk ka problem. E mirë kuptojmë. Kalojmë te Alberti. Taku e admironte Anën, edhe pse ishte pak shtrak-shtruk. Zevzek. Çfarë? Zevzek. Pak zevzek. Zevzeke. Po, zevzeke. Në femrore. Çfarë do të thotë zevzeke? Zevzeke është pak tipi vështirë. Po jo, nuk është gjithsesi, nuk është tip e bezdisshme. Po. Jo, nuk është saktë. Jo, okay. Në rregull, kështu që kalojmë. Nuk ka asnjë problem sepse kemi raundin e dytë ku do të zbulojmë numrin e shkronjave. E fjalës që duhet të zbuloni. Numri i shkronjave është 5. 5 shkronja fjala që duhet gjeni. Okej?
Taku e admironte Anon, edhe pse ishte pak shtrak shtruk. Florenca. 5 shkronja. Pra kjo ishte një cilësi, ndoshta jo më e admirueshmja, por kjo nuk ndikonte. Nuk ndikonte tek Taku. Taku prap e admironte Anën, edhe pse ishte pak shtrak shtruk. 5 shkronja. Nuk ishte një. Sa më djalin që më ndihmon. Ndihmoj mamin, ore. Qa mendon djali? Ma thuaj më një që mendon. Në të drejtën që po mendoj fare se kur vinte këtu ku isha unë duke ngrënë, gjoja vetëm atë pjesë e fundit djalisë se të gjeje, që ta gjeu se kam qenë fare. Sigur po të gjej tim vir. Janë gjithë njësoj këta. Ty brezi. Okej, të lutem ma thuj dhe një herë. Atëherë. Taku e admironte Anën, edhe pse ishte pak shtrak shtruk. 5 shkronja fjala. Shkronj. Jo, nuk po puno. Ska gjë. Shkojmë te Alberti, s'ka problem. Alberti ndërkohë nuk njihet sepse po e mendon edhe vetë nuk e din. Më kupton, rrin aty. Po mirë shumë i bën. Albert, Taku e admironte Anën, Albert. Edhe pse ajo ishte pak shtrak shtruk. Buçko. Pak buçko. Ishte çabi, pak kështu çiçona. Me pesh, po. Jo, nuk është e sakt. Nuk është. Jo, Ana është vetëm ta shohësh. Si mungon asgjë. Okej, shkojmë në raundin e tretë. Ne ju zbulojmë tani dhe këtu bëhet më lehtë. Ju zbulojmë një nga shkronjat. Të dytën ose të tretën ju duhet bini dakord cilën doni dhe atë do t'ju zbulojmë. Cilën pra? Të dytën? Keni opsion midis të dytës dhe të tretës. Të dytën, thot Albert. Florenca. Okej, është dakord. Është dakord. Okej, shkronja e dytë është një A. Një A si autobusi. Taku e admironte Anën, edhe pse ishte pak shtrak shtruk. 5 shkronja gjithsej. Florenca. Po, 5 shkronja e dyta një A. Pak. Mund të jetë shumë gjëra faktikisht. E di. Mund të jetë shumë gjëra. Po e kanë, shikoj që ka njerëz që e kanë gjetur, po. Si mund të jetë një njeri? Është një fjalë që e përdorim, se themi është pak Taku e admironte Anën, njeri edhe mirë. pse ishte pak shtrak shtruk. Kjo Albert. nuk është një gjë negative në vetvete. Nuk është gjë negative faktikisht, prandaj ndoshta i konfuzionon një. Nuk është gjë negative. Mu më pëlqen si gjë. Po shko, si tha Alberti, nuk është një gjë negative në vetvete. Pra është Po nuk është edhe gjë neutrale, po mirë është mos jesh kështu. Mirë do të Jo, ishte. naiviteti Po. tek njerëzit është e keqja e tyre, por mua më pëlqen. Naive? Atëherë? Naive? Sakt. Alberti nuk e ka kap fare. Jo, Albert ka kap. Jo, naive thash unë. Okej, shiko, të dy do të fitoni nga... Do fitoni të dy se e thash unë. Po. Jo, usë gjova fare, ty unë thjesht e bëra pak lidhjen nga ajo që e përshkruajte edhe E përshkroj. Jo, po të dy e marrin dhuratën. Secili do të marrin nga 3 muajt abonimit në aplikacionin digital. Po, shumë mirë. Kështu që 6 muaj abonim për secilin. Shumë faleminderit. Faleminderit që luajtët. Bravo Florenca, bravo dhe Albertit, bravo Heidi. Faleminderit. Nuk është hera e parë që ndodh, na ka ndodhur. E kam bërë dhe unë këtë. Vërtet? Te shtrak shtruku? Po. Më ka shpëtuar. Okej, shumë mirë. Kështu që kjo ishte naive.
Pra, Felia Taku e admiron të Anën dhe pse ishte pak naive. Shiko, kjo mund të ishte gjithçka, se naiviteti nuk është gjë e keqe. Ja, jo, në vetë, po asgjë e mirë s'është. Ti je naiv. Për personin, për shembull, unë atë tjerët e vlerësoj, më pëlqen njerëzit naiv. Po pse është mungesë djallëzie në një farë mënyrë, kështu që je më i bardhë, je më i pastër, pak po janë më pozitiv. Kupa e botës transmetohet live në Supersport dhe falas me çdo paketë abonimi në digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Prandaj abonohuni me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lek dhe shikoni gjithçka, sepse digital bësh gjithmonë Pjesë e familjes.